Unë quëm Gjyhere Vezaj Maçkaj, jam e lindur në fshatin Muradem, të komunës Prizrenit. Jeta si në fshat, jem 8 motra, 2 vllazën, kemi kalu mirë, kemi pas një jetë normale si të gjithë. Në moshën 17 vjeçare jam martu në Prizren, në lagjën të Suz, me Silver Maçkaj, tani që është edhe dëshmor. Në cilin vit? Në vitin 1987 jem martu. Na i fali Zotit 3 fëmijë, deri jetën e kemi pas shumë të mirë, një jetë që gjithkush e ka pas lakmi, po fati i tij është kanë deri aty që kur erdhi koha e luftës, ndryshoi gjithçka. Si ndryshoi gjithçka? Po Silveri kohë mas kohe u shkoni për ndjekun prej policisë serbe. Kemi pas bastisje, kemi pas maltretime, si familje mi kanë të përndjekne, se edhe kunatën u kanë lëvizje për çështjen kombëtare edhe burri. Mandej në vitin 98 u detyru me hik me shku në Itali për shkak që mos më ura dorë policisë serbe, se erdhën si shpesh me kontrollu. Mandej shkoj në Itali, në 88-ën, 89-ën u kthy si vullnetar për me u bashkangjit prapë ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po dhe gjatë vitit 97, 98 ka bashkëpunu me shokët e vet nëna ilegale, kanë pas aktivitete, për ata dhe u kanë në sytë armiku gjithmonë i njekën. Kohën e fundit kur e kanë thirrë është kanë 10 orë i 98-ës, edhe erdhën policia, thanë po na duhet Silveri për një pashaport, kena gabu një shkronjë. 2 ditë erdhën e lypën, nuk mujtën me gjetë, na thanë që nëse nuk vjen vetë, na dim që marrim. Atëra e dike se nëse bjen dorë tyne, mo nuk mund mu koni lirë, edhe vendosi me shku në Itali. Në Itali prap me shoqëni atje, me mërgjimtarët janë mbledh, edhe kur erdhë 99-ën veç në prill, na u dëbum prej trojeve tona në Shqipëri, Silveri erdhë prej Italijës, edhe ju bashkangjit prap ushtrisë lirimtare të Kosovës. Momentin kur ka ardhë, unë jam konë në Shqipëri se vjerit ka nejtë në të Suz, me një kunat që kum pas paralizune. Unë me kunatën 3 fëmijët e mi dhe 2 fëmijët e asaj kemi kalu në Shqipëri. Edhe kur erdhë Silveri, tash si çdo grua që e ka atë gëzimin që do të ma hek barrën e familjes, edhe unë ju drejtova, tha shqyr që i erdhe, me ma hek barrën familjare. Edhe ajo këthi tha, du me të thonë diçka, tha veç kujdes, mos më thuj jo. Unë menova diçka në familje mos kanë, edhe thash fol, më tregot çka kemi. Jo, tha kur gjën s'kemi të keqe, po unë sot ku marrë, tha për me shku në ushtarë qirimtar, tha nuk ku marrë me ta i gajlën ty. Ndoshta dhe ja ka një edhe zemra, tha ndoshta të talo barën për jetë, po unë e kum vendos me shku. Atër kum tha ashtu, unë ala se s'kisha përgjigje, veç se e di që i kum thonë, edhe unë jam shqiptare. Po me atë fjalë, ai më tha që nëse nuk ki frikë ti, hajde shkojmë bashkë, unë jam edhe ma i knaqë, ma i lumëtër. Edhe kemi vendosë me shku bashkë. Që të dy me qenë ushtarë? Që të dy ushtarë lirimtarë për lirinë e Kosovës. Po fëmijët, a i mendua? Mendrimi fëmijëve është konë se normal është. Sa kanë qenë, qëfar moshe kanë qenë fëmijë? 10 vjetë, 8 vjetë edhe 7 vjetë. Unë e kisha babën afër, edhe momentin që i thash Silverit që po vendosja dhe unë me shku bashkë, shkum te baba, u konë shumë afër me shtëpi, ku kemi nejtë në fshatin Bushat, një familje shumë nderume që duhet ta falenderoj. Edhe po i thot Silveri babës që o gjysh po e marrë qikën tonë adish, për me shku ushtarë mu vesh. A i baba mendon që po shkojmë në Kukës edhe po kthehemi. Tha merre më birë robëto, si pleqë në atë kohë. Po, nuk e kanë kuptu. Po, jo e ka kuptu, po s'doj kemi pranu atë kuptimin. Edhe u kthyja i familjari për ato, o Gjazilfi, çka po thush këto, po donë me marrë në front. U kthy baba dhe më këqyri mu, tha mirë bebi, po ju i keni 3 fëmijë. Thashë bab, ani që kemi 3 fëmijë, thash fëmijët e Kosovës krejt janë në rrugë. Thash ku do të kthehen fëmijët e tonë. Na thash kemi vendos të dytë, po prapë e këqyrim edhe miratimin tëmë.
Kur nuk e harroj që e ka nxjerrë një ofshom prej shpirtit që i ka dalë dhe tha, e bre birë, ta kisha pas ta pa martu këtë qik, lirisht ta e kisha fal lirisë Kosovës. Po nesër nuk e di fëmita do të ma falin mu, nëse e umë një jetën të dytë. A e dini tha që moni mu vra. Edhe na të kesh thuj se ndarësëm i me të shku, thash po e dim që muna mu vra, po edhe nëse jetojnë fëmijët e tonë liri, thash na duhet neve jeta ma shumë se sa liria e fëmijëve. Edhe kemi vendos, kemi shku deri në Koks, e në majnë mend që na kanë qitë një letër të bardhë me nënshkrue, por fat keq ati pjesarit të ushtrisë nuk ja di emrin edhe sot atëherë që kush u kanë, edhe na kanë pyet 3 herë. A i dini ku jeni të shku? I kemi thënë po. A i dini që mundi mu vra? Po. A i dini çfarë ligje ka urna ushtria? Po i dim, do t'i mësojmë. Edhe kemi nënshkruar të dytë, jemi kthyja atë natë në shtëpi prap. Nesrit kemi shku, kemi fillu stërvitjet, i kemi bën bashk për 5 javë ditë. Jemi kanë bashk me stërvitje, me çka u dash angazhimet e ushtrisë Ishe e lumtur ti? Shumë. Nuk e di, sikur ditën që me thonë, sikur gjatë martesës që kom pas, atë lumturi e kom pas me vete, që nuk e di as vetë ç'është me përshkru. Ti lonsh 3 fëmijë, por sot që e menojmë, ndoshta atëherë kemi menu sa gjakë u derë në Kosovë, vetëm të janë të lirë fëmijët e tonë. Po sot nëse e kishim rikthy kohën prap, a e kishe bë të njëjtën potezë, domethënë prap i kishe lënë fëmijët apo jo? Prap e kisha bë, për atë dhej prap e kisha bë. Edhe sot në këtë moshë, çka do që të muj me ndihmu atë dhejot, prap jam gjendje me bë. Po sot e kam ma lehtë se fëmijët i kam të martuan, kanë kriju familje, atëherë e kum pas ndoshta mas vështirë, po thash të i menu sa masakra është bën në Kosovë, na ka ardhe arsyeshme që sa do pak me ndihmu vendit tonë, nuk është kanë keq. Po bashkëshorti para se të kthehet në Kosovë nuk ju kontaktoi, nuk ju tregoi fillimisht që do të kthehet edhe do të jetë pjesëtar i ushtrisë shpirtare të Kosovës? Po, bashkëshorti ka tregu në fillim kur kemi dalë në Koks që na përzon prej vendit tonë, kemi folë në telefon, edhe më ka thonë nesër mas dite jam atje, kur gjo ma shumë jo. A keni ardhë mirë, po mirë na jem, prind kanë nejt atje, paku pse me nejt prind sen, po ata nejtën vetë, edhe nesrit në ora 4 është kanë në Koks. Po të shkoj mendja ty se do të kthehet për me luftu, apo vetëm një vizitë? Jo, e kam ditë që vendimin e tij nuk u mujt për shembull ndoshta as unë mi thonë jo, ose as dikush mi andru mendjen, sepse edhe para luftës ai për çështje kombëtare ka punu me shok. Ato e kemi ditë, po jo të gjitha, e kemi ditë pak a shumë veprimet e tija, vonesat, armatimin, kur kanë bardhë si sene, këto i kemi mujt mi ditë, a mo të gjitha nuk na i ka thonë asnjëherë vetë që po shkoj që tu për shembull.